Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sot sërish së bashku për të vijuar ditën në vazhdim dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante, por njëkohësisht edhe qëndrime, por komente të gjithë shkaje se çfarë po ndodhe në këtë reality show në Big Brother. Pikë së pari, Egli Tako dhe Gjesti janë dy banorët me të cilët unë do të nisë këtë rrugtim. Videoja e parë do t'i kushtohet momentit më të bukur, rikthimit të Eglit në shtëpinë e Big Brotherit. Egli Tako pas një javë të pasdëshme, pas një jave të heshtur, pas një jave të pakomentueshme nga ana e saj për raportin me Gjestin, për situatën e saj shëndetësore, për mënyrën se si familja e kanë pritur dhe se çfarë i kanë thënë apo si e kanë gjykuar marrëdhënien me Gjestin, në natën e mbrëmshme për herë të parë në spektaklin e Big Brother tregoi qëndrimet e saj. Nga mënyra e shprehjes së Eglit dhe mënyra se si ajo i perceptonte gjërat, arrita të kuptoj që ajo ndjehej tepër shumë e lënduar, e thyer shpirtërisht, por njëkohësisht edhe akuzonte veten për ndjesinë që ajo kishte shprehur kundër drejt Gjestit, për gjitha të dashuri të pamerituar që Egli i kishte dhënë Gjestit dhe më pas Gjesti ja kishte kthyer bumerang me atë që Egli kishte parë në për sekuencat e shkëputura në rrjetet sociale TikTok, në për Instagram, ku ndjekësit e kanë quajtur Eglin një përndjekse. Egli mbrëm para se të rifutej në shtëpinë e Big Brotherit, dha qëndrimet e saj, ajo e potencoi disa herë që unë do të hyj për veten time, do të hyj për nder të familjes time dhe të nënës time, sepse kisha shkatëruar imazhin tim, atë Eglin e fortë që unë isha, por njëkohësisht kisha shkatruar edhe imazhin e familjes, por mbi të gjitha Egli potencoi që në qoftë se Gjesti do të mundohet që mua të më bi, do të godas edhe unë atë. Do të thënë ishin fjalë mbi të cilat më së shumti publiku bazua dhe i dëgjoi nga ana e Eglit. Pas një televotimi të hapur në shtëpinë e Big Brotherit, Egli u rikthye në shtëpi ku të gjithë jeni tashmë dëshmitar të atij rikthimit. Gjesti e priti me shumë dashuri, ndërsa Egli nuk reagoi fare dhe ishte shumë e ftohtë dhe pyeti menjëherë për cigaret, për faktin sepse e vetmja gjë që Gjesti kërkonte pas daljes të Eglit nga shtëpia ishin cigaret. Ndoshta kjo ishte një lloj goditje e parë e Eglit, e cila e përdori për Gjestin në shtëpinë e Big Brotherit. Egli dhe Gjesti nuk u përshëndeten me përshëndetjen siç donin për njëri tjetrin, por më pas do me thënë Egli vazhdoi shumë e qetë, shumë pozitive, shumë e ëmbël, ashtu siç Egli dëshiroi që të tregohet. Në anën tjetër, Gjesti ja drejtoi pyetjen se kush e solli dronin. Kujtojmë që para se të fillonte prajmi, një dron hyri në shtëpinë e Big Brotherit, një dron i cili thonte vetëm ne të dy do të jemi bashkë edhe fitues, duke u puthur në buzë, që do të thënë ishte Egli dhe Gjesti ato që putheshin, me patjetër që droni ka pasardhur nga fansat, pasi që Egli tha që unë nuk kam patur kohë të merrem me dron, thjesht kam bërë përgatitjet për të rikthyer në shtëpinë e Big Brother. Gjesti e pa diçka që nuk shkonte, do të thënë Gjesti e nuhati situatën, ja bëri pyetjen edhe Ledioni në dhomën e dëshirave që Egli ka ardhur shumë e ftohtë, ka ardhur shumë ndryshe. Kjo gjë tashmë po e ngacmon Gjestin që të shkon drejt mendimeve të shumta në kokën e tij se si unë perceptohem jashtë, se çfarë po ndodh me mua. Reagimi i Eglit ka ngjallur një lloj diskutimi në shtëpi. Pas përfundimit të menjëhershëm të prajmit, Gjesti u drejtua tek mura, lopa që vllau i madh tashmë ka futur për sfidë në shtëpi dhe po bisedonte me lopën, njëkohësisht edhe për të tërhequr vëmendjen e Eglit. Unë e pata thënë edhe mbrëm në live-in që bëra kushtuar Big Brotherit, por do ta them edhe tani. Egli nuk mund të qëndrojë zemër e akullt kundër drejt Gjestit, sepse në momentin që Gjesti këndonte një këngë së bashku me Jozin dhe në mënyrën se si Gjesti e interpretonte, Egli filloi duke qeshur dhe në fakt filloi të shkri akullin e saj tek Gjesti. Të parat reagime që unë arrita mbrëm të kuptoj, nga aq sa ne mund të lexojmë fytyrat, sepse qëndroj me fjalën e Nedës që kamerat kapin shumë pak mimikat edhe
ndryshe lexohen kur janë banorët brenda kësaj shtëpie, të cilët e kanë të monitoruar njëri tjetrin me sy 24 orë dhe mund të lexojnë gjithçka rreth njëri tjetrit. Egli mundohej që të binte në sy dhe gjithmonë ishte fokusuar në vendet ku Gjesti qëndronte, për shembull në Storm Arena, në verandë, në dhomë. Kjo nënkupton që Egli nuk e shmang dot Gjestin dhe nuk e largon dot ndjenjën e saj për të bërë këtë luftën. Tani produksioni natën e mbrëmshme transmetoi një video që mua nuk më duket e drejtë dhe nuk më duket normale, kur një video e shikon vetëm njëra palë. Unë mendoj që do t'ishte shumë njerëzore në qoftë se Egli do të futej në shtëpinë e Big Brotherit dhe produksioni po në atë moment ta shfaqte atë video ku protagonist do t'ishte dhe Gjesti i cili do ta shikonte. Mbërëm në komentet në të cilat unë komentoja, kishte shumë komente negative për Gjestin për atë video që është shfaqur. Tani kujtojmë në vitin e kaluar, kujtojmë në sfidën e Loredanës, e cila kërkoi nga kutia e kuqe për të marrur një informacion nga jashtë. Kujtojmë dhe në vitin e kaluar apo në Big Brother VIP Albania 2, ku Kiara Tito mori informacione nga jashtë dhe informacionet e Kiarës ishin vetëm ato ku Kiara ishte sharë nëpër portale, nëpër gazeta të ndryshme. Tani në anën tjetër, Egli, më falni, shikon një video ku Gjesti i thot disa fjalë në sekuenca shumë të shkurtra, ku jam shumë i bindur Gjesti aty ka folur pas 1 orë apo 2 orë që banorët zakonisht qëndrojnë në dhomën e rrëfimit, qëndrojnë shumë gjatë dhe nisin, diskutojnë, debatojnë, flasin sikur të flasin me veten e tyre. Dhe do t'ishte shumë njerëzore që të paktën edhe Gjesti të kishte mundësinë të sqarohet për deklaratat e tij, të cilat i ka thënë në dhomën e rrëfimit, se mos sqarimi krijon një lloj urrëtie të parregull kundërdrejt një banorit, kundërdrejt një personazhit i cili është shumë i dashur tek publiku. Tani unë nuk dua të mendoj në asnjë mënyrë dhe nuk dua fare të dyshoj në këtë drejtimin, duke ditur profesionalizmin që ka produksioni Big Brother, duke ditur profesionalizmin që ka Top Channel, të dëmtoj dikë me kastile. Këtë nuk dua ta besoj fare. Unë nuk besoj në faktin që banorët qëndrojnë me zor në shtëpinë e Big Brotherit, produksioni dëmton dikë me kastile, nuk e besoj fare këtë pjesën, sepse nuk kanë arsye pse ta bëjnë dhe nuk kanë pse të dëmtojnë Gjestin, por mënyra se si u transmetua kjo video dhe mënyra se si erdhi kjo video, e cila ishte bërë në plan që të transmetohej në primin e radhës, mua mu duki çike çuditshme. Tani do shohim se sa Egli do të mbaj këtë zemër të akullt, do të sjellë dhe video të tjera që kanë ndodhur dhe do shohim se sa Egli do qëndroj kaq e ftohtë në raportin me Gjestin, pasi që Gjesti është Gjesti dhe me gjestet e tija mund të bëj gjithçka që Egli të rëshket përsëri në atë rrugën e akullt që Gjesti nuk mund ta imagjinon.